Miq radiongjallë, jemi me Atë Martin Ricin, me drejtorin e qendrës misionare ortodokse në Amerikë. Në fakt, ai vjen sot si një miku i kishës sonë, si një miku i kryepiskopit Anastas, por më tepër si një mik i kishës ortodokse dhe qefalet të Shqipërisë. Që nga ditët e para të ardhjes së kryepiskopit Anastas, Atë Martini ka qenë këtu, jo vetëm ai, por bashkë me familjen e tij, duke ndihmuar veprën e kryepiskopit Anastas, veprën e ringritjes së kishës ortodokse ato qefalet të Shqipërisë. Atë Martini është një bekim, it's a great blessing to be with you today. Edhe you. You are today here in the enthronement of Atë Martini, është një bekim i madh që jeni sot me ne. Ju ndodheni sot këtu me rastin e fronëzimit të kryepiskopit Joan. Në fakt, fronëzimi i dytë në kishën tonë ortodokse. Por keni qenë që nga ditët e para të ardhjes së kryepiskopit Anastas në Shqipëri. Me njerë mbas fronëzimit të tij. Nuk ishit pra i pranishëm si këtë herë. Isha shumë afër për të ardhur. Por çfarë ndodhi që nuk arritët të vinit? Ne do vinim në Shqipëri për të nisur detyrën tonë dhe na duhej një makinë dhe kështu e blem atë, ndërsa po fluturonim për në Belgjik dhe pra e blem makinën në Belgjik. Ndërsa po udhtonim për në Shqipëri, arritëm deri në Janin, ku makina u prish pikërisht ditën para fronëzimit dhe shpenzuam besoj 4 ditë në Janin për të rregulluar makinën. Kështu e humbëm ceremoninë e fronëzimit të parë vetëm për pak ditë. Por tani lavdi Perëndis, ne ishim këtu për ceremoninë e sotme, pra ja dolëm. But now, glory to God, lavdi Zotit, we were here for the enthronement today and we made it. Yeah. Çfarë gjetët ju dhe kryepiskopi Anastas në Shqipëri Atë Martini në ditët e para kur erdhët në Shqipëri? Këtë po reflektoja atë teksa po mendoja për gjendjen e kishës në atë kohë dhe gjendjen e kishës sot, për ndryshimin midis atij fronëzimit dhe mundësitë e fronëzimit të sotëm. Dhe është e mrekullueshme të shohur se çfarë ka ndodhur. Ju e dini që ne punojmë në misione në mbar botën dhe kemi misione që nisin përpara se të fillonim punën në epokën e re në Shqipëri. Dhe kam parë që disa prej misioneve nuk janë rritur fare, por kanë mbetur prej 10, 20 apo 30 vitesh në një gjendje shumë të ulët. Ndërsa në Shqipëri shohim që kisha është rritur në mënyrë dramatike. Kur erdhëm këtu, njerëzit thoshin se Shqipëria ishte 50 vjet prapa botës, por natyrisht kjo nuk ishte e vërtet, por ishte ndjesia që kishin njerëzit, se gjërat janë shumë të vështira këtu në Shqipëri. Vura re gjithashtu që duke qenë se kryepiskopi besonte në investimin, edhe ai investoi në Shqipëri. Ndodhen kaq shumë gjëra. Dhe kam fjalën për investime në 2 mënyra të ndryshme. Ai investoi për kishat, për shumë prej atyre qindra kishave të rënuara, ai investoi për të ringritur kishën, por kisha shumë më tepër se sa thjesht ndërtesa. Investment, yes. He invested in the churches. How many churches from all of the hundreds of churches that were destroyed did he invest in to build up the church? But the church is more than the building, right? Yes. I remember once we were in Africa. Më kujtohet njëherë kur ndodheshim në Afrikë me njerëz që jetonin në një vend ku nuk ishte asgjë përveç shkretë të tir dhe disa njerëz erdhën për të na takuar. Ne I prezantuam ata me besimin e krishter. Jo thjesht me kishën ortodokse, por me besimin e krishter dhe gjatë natës ata patën një diskutim. Ndërsa ne fjetëm jashtë në rër, në nyje, ata e kaluan tërë natën duke diskutuar dhe të nesërme në mëngjes na parashtruan kërkesën se nëse do t'ju pranojmë që të vini këtu, a do të ngrem një kishë, sepse ata nuk dëshironin një kishë, ata donin të vazhdonin jetën e tyre, pa ato ndryshimet që kishin ndodhur në qytete, dhe ishin vetëm të interesuar që të kishin jetën e tyre tradicionale dhe si t'u përgjigjeshim. A keni nevojë për një kishë? So what do we answer? To have the Orthodox Church. Do you need a church? But we know the church is not the building. Por ne e dim se kisha nuk është ndërtesa, por janë njerëzit. Dhe kjo është çfarë ne pam. Kryepiskopi investoi për kishën dhe për popullin shqiptar, që është bekim I madh që ka ndodhur përgjatë gjithë këtyre dekadave. Se si kryepiskopi investoi për njerëzit dhe tani e shikoni frymën e ekselencës, edhe unë jam duke reflektuar mbi të ndërsa qëndroi ulur në kishë. And this is the miracle that we see. In less than 10 years, he created the synod. A synod in less than 10 years. Unbelievable. Unbelievable. And the spirit of excellence, you see it now, and I'm reflecting on this as I sit in the... Ky frym ndodhet kudo.
E shikon tek ndërtesa që është madhështore, tek ikonat që janë të një cilësie shumë të lartë dhe të prodhuara këtu në Shqipëri, jo nga të huaj, por nga vendas. E shikon tek muzika, cilësia e saj që është thjesht fantastike, që nuk vjen nga jashtë, por nga brenda vendit. Fantastic is the quality of music, but not from outside, from the people here. But most important, Por çfarë është shumë e rëndësishme, ekselenca për të cilën ai investoi këtu është ajo brenda njerëzve. Dhe ajo çfarë ju shikoni tani tek shqiptarët, frymën e ekselencës. Ekselencës që buron prej tyre dhe sidomos në këtë ditë, teksa jemi mbledhur këtu për fronizimin e kryepiskopit ton të ri Joanit. Ju e shikoni ekselencën e pasqyruar në personin e tij, dhe kjo do ta shpirë kishën përpara tek brezat e ardhshëm, për të gjitha gjërat e mrekullueshme që do të vinë, të cilat as nuk mund të imagjinoni. for all of the wonderful things that we cannot even imagine that are going to come. Atë Martini, nëse do të kthehemi pas 33 vite, a mund ta imagjinonit që gjitha kjo trashëgimi e kryepiskopit Anastas do të arrinte deri sot në gjendjen aktuale të kishës? Will be brought to the state of today. It is unbelievable. We could have been Është e pabesueshme. Ne mund të kishim akoma kisha të vogla e të thjeshta, të shkatruara. Si mund ta imagjinonim që do të ndodhte ky transformim? Dhe le ta dinë shqiptarët se i tërë vendi është transformuar dhe kisha qëndroi në pararoj. Tirana nuk është më ajo që ishte 30 vite më parë. Shqipëria nuk është po ajo që ka qenë 30 vjet më parë. Mrekulli ka ndodhur në këtë vend, por mrekulli ka ndodhur edhe në kishë. Ne nuk mbetëm pas, por qëndruam në pararoj të ndryshimeve. as well. We were not left behind. We were at the front of the change. Father Martin, I have to say, Atë Martini, më duhet të them edhe diçka personale, që departamenti të cilin ju e drejtoni, misioni juaj e ka ndihmuar kryepiskopin Anastas. Si e shikon qendra e misionit ortodoks në Amerikë kishën e Shqipërisë? Sa e rëndësishme është kjo kishë për ju, sepse e dim se çfarë dashurie dhe afeksioni keni për kishën tonë. I know that you have the affection, the love for our church here. You know, something, Father Gregory, that we see is that Atë Grigori, ne po shohim që qendra e krishtërimit është zhvendosur. Në krahasim me të kaluarën, ndoshta në kishat evropiane, pjesa e të cilave është Shqipëria, që nuk kuptojmë se ato kisha në të cilat kemi pasur mision shumë vite më parë, tani shohim se qendra është zhvendosur nga veriu global në jugun global. Siç e dëgjoni në konferenca dhe ne konsiderojmë Shqipërinë si pjesë e këtij brezi të ri të kishës, nga e cila do të buroj vitaliteti shpirtëror që do të ushqej pjesën tjetër të botës. Prandaj, ndërsa shohim vende të tilla si Shqipëria, ne shohim një kishë që ka vitalitetin shpirtëror të nevojshëm për pjesën tjetër të botës. that has this spiritual vitality that is necessary for the rest of the world. Edhe një pyetje të fundit atë Martini. Ne kemi parë të gjithë krerët e kishave që erdhën për herë të parë në Tiranë me rastin e shenjtërimit të katedrales së Ngjalljes së Krishtit, ndërsa për herë të dytë erdhën për ceremoninë e varrimit të kryepiskopit Anastas. Dhe për herë të tretë, brenda një kohe shumë të shkurtër, erdhën sërish për fronozimin e kryepiskopit të Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Joanit. A mund të imagjinojë diçka e tillë? Very short time, again the enthronement of Archbishop Johan. Was it? Could we imagine all this, Father Martin? I can think in my last moments with the Archbishop. Më kujtojnë çastet e fundit me kryepiskopin kur ishte i sëmur dhe merrte serum e ndonse ishte i dobët, ishte megjithatë i mbushur plot shpresë dhe gëzim, me një dhimbje që ndjente për punët e kishës dhe sfidat me të cilat përballet kisha, për të pasur unitetin. Dhe ju e dini se shpresa dhe ëndra e tij ishte që kisha të ishte sa më e fuqishme dhe bashkuar. E di se ai po lutet për ne dhe e di se ne kemi shpirtin e shenjtë që e dëshiron këtë bashkim në kishë. Ne e shohim bashkimin këtu në sinod, në kishë, në mes të njerëzve, e dëgjuam këtë në shpalljen e dekretit për kryepiskopin e ri dhe të ardhmen e re që po vjen, dhe e pam me të mbledhurit së bashku të gjitha kishave të përfaqësuara këtu në Shqipëri. Dhe ne lutemi dhe e dim se kjo është ortodoksia. Kjo është çfarë ne jemi dhe kjo frym do të vazhdoj sepse është natyra jonë dhe natyra që e dëshiron Krishti për ne. Është aq e mrekullueshme që mund ta dëshmonim këtë frym gjatë këtyre 3 vizitave që patëm në Shqipëri, dhe ajo do të vazhdojë edhe më tej. And this spirit will continue because it is our nature.
And it is the nature that Christ wants for us. So wonderful that we could see this now 3 times here in Albania. Ju falenderoj And shumë it atë will Martini, ishte një bekim i madh dhe ju falenderojmë që patë këtë mundësi për të qenë së bashku në emrin këtë intervistë. Gafelim, që bashk me ju, edhe do të jemi bashk me ju deri në fund. Faleminderit shumë. Bekimin tuaj.